E doni fjalën zoti Blushi? Grupi parlamentari i Partisë Demokratike me kryetar zotin Kazmet Bardhi. E doni fjalën? Urdhëroni, e ke fjalën. Zoti Blushi ka fjalën. Është hapur. Ky që po bëni sot është një provokim i ulët jo ndaj opozitës, po ndaj të gjithë qytetarëve shqiptarë. Nuk më të bëjeni ju mburoj e korrupsionit. Ju mbroni ligjin, jo korrupsion. Ju, Niko, jeni damkosur sot, pas e Ramës si provokatori më i madh i qytetarëve shqiptarë. Dhe flaka e këtij provokimi do të bjerë edhe mbi ju. Hapuni, mos u bëni maske saj. Prania e Belinda Ballukut në këtë sallë sot, kur duhet të ishte dorëzuar para drejtësisë, është një krim, jo vetëm kushtetues nga ana juaj, por edhe një krim penal, zoti Peleshi. Sepse keni bërë çdo përpjekje, mafioze, që Mafioz është pak. që ish zëvendës kryeministrja t'i dorëzojë drejtësisë, kini vullnetin. Të mos bëheni mburoj. Turpi juaj. Ta shohim kamerën pak atë. Turp. Faleminderit zoti Blushi.